Jemi tani në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që në bashkojnë në këtë moment dhe gjithashtu mirëmëngjes të telefonata e parë për ditën e sotme e martë 18 mars 2025. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gazetar. Mirëmëngjes zotëri. Por çfarë janë këto listat e mbyllura të tyre tradhtarëve, të tyre armiqve që kanë 80 vjet që na punatortojnë? Çfarë janë këto? Nuk i lanë gjë. Pa i bërë këta e kësaj Shqipërie të mirë. Ka 80 vjetë që vuon, në 35 vjetë tonë këta fundi demokrasi, Shaliu. Shaliu një antar i Komitetit Qendror një sigurimi shtetit, një krye kriminal me Viki Sagramën, me gjithë baban e tij. Tani qa janë këto lista të fshehura që kanë 35 vjetë, vrasin, presin, masakrojnë, përsërin shqiptarët i lënë pa bukë. Tani më në fund do edhe tallen të dy, ben sigur janë prisat e vendit, ta janë tradhtarët e vendit, janë armiq, po shi do t'i përzëm, t'i lutem shfakut, të filloj hetimet për të gjithë këta që kanë 35 vjetë, që na torturojnë, na masakrojnë, na kanë përzën 7% të shqiptarve. Pse se realizoi Arami Zalia që nuk u dënua jetus, që na ka torturuar e na ka rau burgjeve, ka na ka dënuar 20 vjetë pa grëbuk në burgje. Tani i lutem shpakut, po do e Shqipëri dhe Amerika. Ta vëj dorë mbi këta tradhtarët e vendit, mbi këtij Shaliun, që ky do varur në koka me gjithë Vikrin Sagramën, me gjithë babaj tyre Enver Bushtra. Tani si do shëtoj Shqipëria vetë shpaku e ka ndorë. Mesazhe pak tash për këto përgjigje zotëri, më i qetë. Po, faleminderit, jemi të revoltuar, jam 74 vjeç flasat e Pelena. Na kanë masakruar ta kriminalat e vendit, edhe duan dekoruar. Si u dekoruar ai Gramosh Ruçi, që vrau në kufi, sa u ngop nuk u dënua një, nuk foli njerë këta, që vrau në kufi, vrau në Shkodër me gjithë Shaliun. Këta qa nuk i kanë bërë të Shqipërisë, ta janë 200.000 veta që mbaj peng Shqipëri. Kanë ma pasurit, kanë ma prona, drejtorik, deri kanë ma dhe kazanin e lorëve që nuk lënë më e gjitha në bukë, po i marri vetë dhe është punësuar një i madhi bashkisë, edhe mjel popullit, tani si do shpëtoj vetëm shpaku na ka në dorë të ndryshoj vëndit. Të kuptova. Unë të falenderoj zotëri për telefonatën, të uroj gjithë mirat, presim një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zotëri. Një gjë ka shqetësuar mua se kam folda edhe dhe i ke bashim që qarë ka ndodhë me resortin e pronarit tuaj. Është shumë dramatike. Kam qenë aty atë vehat dhe pashin laktarjen të merë që a i vepron në mënyrë të panjerëzishme, paletë ligjërore. Tani qarë ka ndodhur në atë? Me atë resortin tuaj. Biles, a i donë të hynë edhe birën peja dhe i penalizoj edhe Tiranën, edhe birën e Korçës me aksisat të pa drejta. Prandaj them qarë është bërë, na jep një përgjigje se jemi shokuar e here, dhe ky e trumbeton investimet e ato të qeverisësia, kur ato janë nga më njerëzore, në asnjë vend të gjithë linjës së Bregdetit të Adriatikut nuk ka ndodhur ai fenomen. Ne pa me sysh aty, në tjetër. Ajo që na shqetëson janë çështjet e zgjedhjeve. Kjo parti tani, përse kërkon të vinë në pushtet për mëkatet, krimet, vjedhet nga më qenëtorët. Unë, si njeri, akuzoj atë kryeministër për 5,7 miliard euro që i kanë Singapur. Kjo është, unë hidhem nga palatet lartë, po të vinë aparatet amerikane, që vendosin në kokë njerëzve, dhe kupton, aty të ma vendosin mua dhe atia, ose të na dehin me alkohol, se nuk përdoren, ata u thonë, ashtu të shkurtuar, vendim të shkurtuar, ata përfitojnë dalin gjithë. Të gjithë duan rast të vend tani të dënohen me pak, se më vonë do dënohen me shumë, me burgim të përjetshëm. Prandaj them, çfarë po ndosën ata? Pse nuk ikin në mënyrë njerëzore dhe të hapin rrugën djeve të ri që ta marrin Shqipërinë ta çojnë jo në Evropë, po dhe mbi Evropë. Se janë të gjitha mundësit, i ka të gjitha gjirat, të gjitha resurset Shqipëria që të bëjet e tjirë, të bëjt një Zvicër. Prandaj,
ky lloj njeriu dhe këta lloj njerëzish, more me ballukun që thonë që është pa shkollë, është shumë trondiste, nuk ka më kuptim se kuptoj se që bën ai me atë tjetrën, me deputetet e tjera. Ai që ka vënë aty për punë, ai ka vënë për tjetër punë. Kjo duket që është tani çdo gjë. Faleminderit. Mirë, zotëri, faleminderit për telefonatën. Të uroj gjithë mirat, ne do të presim dhe kemi një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, të lutem më dëgjoj vetëm nga telefoni sepse interferon dhe kthehet zëri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotëri. Ju uroj shëndet. Gjithashtu dhe juve. Do të lidhe me Euronewsin. Me News 24. Me News 24, më fal. Na morën telefoni e drejt për drejt, zotëri. Drejt për drejt jam. Pa. Jam në linjë. Je në linjë. Përshëndetje. Përshëndetje prap. Ju uroj shëndet si jeni. Mirë, faleminderit, zotëri. Faleminderit për emisionin tuaj. Faleminderit, më thuaj. Ore qa kërkojnë Gjyeti Rama, është mirë kuj apo se, zhatruri. Ore qa do t'i bërë me këti popli pa buk po e le, pa uj po e le, pa gjithë shka po e le, pa shëndetësi po e le, ore me këtë talet kyore. Ore kupton tani ky popull është pa shëndetësi, vetet e mjekësia talet doktori, vetet e mjekësia për të bërë analiza shtetërore tot hajde pas 3 muajsh. Po pas 3 muajsh nuk kam vdekur më pur, s'ka mas kotka. Më kupton? Më të gjonë? Të kuptoj, zotëri, të kuptoj. Tani çfarë bëhet me këtë popull, çfarë bëhet që këtë popull ka ngel ore? Ore kush do ta çoj Shqipërinë në Evropë, do ta çoj i nipi Spiro kolegës, i biri Krista Gjeramës, i vari atë në mes të koksit. Po pse o kaq budallë jemi ne të çoj Edi Rama Shqipërinë në Evropë? Po kush e ha këtë ore? Kush e ha këtë mor burr? Si o të vej populli shqiptar në daj biri Krista Gjeramës? Nuk mundesh. Është e pa mundur. Ky popull i veri kishtin kokës në 11 maj të votoj atë më të mirin. Votoj atë që liberalizoj vizat edhe prindrit tani po gjëzdisi botën edhe po takojnë fëmijët e tyre. Këto thirrje i bëjnë. Ja bëjnë vllazërore, miqësore, vendosin si të duan. Por 11 maj në qoftë se fiton ky prap, ky popull ka ta paguar shtrenjtë. Ju përqafoj dhe respekte ishte të nëjtje për bashkë dhe falenderit për telefonatën, gjithë mirat zotëri. Në presim dikë tjetër tani në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, nderuar dhe përshëndetje. Të falenderoj për durimin që ke që dëgjon lloj telefonatat dhe pjesa më e madhe pa logjik. Nuk mund të akuzojmë të tjerët për mungesë logjike. Çdo kush ka mendimet e tij, qëndrime relative. Patjetër. Relative sigurisht jo. Gjova në gazetën Panorama që thoshte Xhevat Mustafa si e ka ai, si e pa dhe i direktor artikullit. Po? Pse mos krahasohemi ne me Gjermaninë? Unë po i bëni pyetje aty, por ne si mund të krahasohemi ne me Gjermaninë, po e them aty. Ne përdorëm një fjalë popullore nga zonatore ku themi këtu ka klika me thes. Ne me ndërgjegje nuk mund të krahasohemi me Kosovën, jo më me Gjermaninë. E para kjo. E dyta, dhe ka flasë për këto listat e partive politike që thonë Rifa, Rama, ku dy se çfarë. Kanë vënë besnik të tyre në listat e tyre. Nuk e di që konteksti e ka zoti Mustafa, me që flasim për të, kështu që gjithsesi, vazhdojmë. Nuk e dim që konteksti e ka, ne lexuam titullin, por shkrimin e plot jo. Kështu që mirë, gjithsesi, po vazhdojmë. Nëse ka pas në kontekst të mirëfillt i kërkojnë dijet unë. Listat e partive politike, e çdo parti politike tjetër. Kush do që tjetë që lën shtek për debat to analista apo gazetar apo këto që ikin nga një parti tjetrën, kush do vend besnik të tij, ja. Në çdo vend, në çdo grup shoqëror, në çdo vend publik, kudo, zgjedh ato që ka besnik unë ta zë. Edhe zgjedh 1, 2, 3, 4, i marr me vete këto e hequn. Ti sinqer, mos agravohemi me këtë, edhe mos bëm debat për të punë. Ashtu kohë kjo. Ne kemi probleme të tjera, që janë më shumë të mëdha, vjedhje korrupsioni nga këto punë, por jo, që listat e partive politike. Edhe nuk mund të thuash që flasën për demokraci e demokrat. Për mendimin tim, nuk mund të thuash demokrat dashur Sulës, Lulzim Bakës, Enkelet Alibejt, Prej Zogajt,
Elvin Kollurit, si pato të fut në mane, nuk mund të thuh demokrat, të sinqert me këtë. Këtë mund të thuh personalisht që kalun nga Edi Rama këto. Edhe deri dje ishin demokrat? Po tani, kur demokrat janë të rrallë ato, në një vend, në një parti politike, në shumë parti politike që i forë, sa majtas, djasa, sa, dëman, ne e dim që grup interesa, partit politike, po grup interesa të mirë të qytetarëve. Jo kur s'përshen ty, ti dalë kunda, qofte maj, qofte djatë. Në rregull. Dëman, nuk mund të bashkohemi ne me korruptorit, me gangsterët, me vrasit, kriminelt, hajdutët, me këto nuk bashkohemi. Dhe e fundit, i dashur, Shkurtimisht lutem, po. po, shkurtimisht, pa tjetër, Gjova Edi Rama sa do marrëm 1 milion vota, me gjithë diasport do marrëm 1 milion vota. Unë u di që për 1 milion vota këtë e ngatroj, se do të thotë do të marrë 1 milion shpulla me 11 maj, po jo 1 milion vota. Duk se e ngatroj me shpullat që do i marrë me 11 maj. Faleminderit gjithë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, ruajmë paktin ton, një javë pa telefonuar, që të rimë hapësirët e të tjerëve. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Unë dy gjona më kam bërë përshtypje. Po. Emisioni aty tak fak, Po? ishin hek njonit 20 dhomë. Po. Dish do të thot në tek 20 dhomë, e në Gamorit nuk ja hek do të 20 dhomë. Se e nordë në vend. Rast vërtet flagrant, po. Edhe më boni përshtypje me edhe tak fak një fjallë, edhe një gjokë të unë nuk e di kushin prov ta, urdi mjeku ta, i tina Abazja, nuk e di me fjallë kushin prov, po që i turpi modh me fjallë, që ti vesh gjithat njollë Qipnis me fjallë, Qipnia ka mjek të shkërqyshëm, e pse i teket njonit për hirë fitimit, me morë dy njon qap, e ta hajmë barën gjithë mjekët, e kuptone, ti shdo me thonë jo, është që not me fjallë, se i sakaton njerëzit jo. Kjo i sakaton njerëzit. Ta shi duhet me pyt vetën, me ik me hek, me i thëmbal, me i gjo, me i fjallë, me morën e që të mund, jo më sullaj, jo, e funit fare ka pia shash, thot ai. E kupton ai mjeku, i çekën paftër më vllada, që dje sa ka to tjetrin, edhe tu ka pia shash, ka u ka lado, ka. Po si të rije, pa u lat rime, zhul të rije. Ha? A si të vje qik turp, që i thu tjetrit, e do me mbrojt vetën me këtë parull me fjallë që u ka la, e ka pia shash. 20 dom Gamorit me hek gordë. Jo robit. E dyta, Po. ka po përshtypje, Po. atje në TikTok, nuk e di sa është e vërtet, ha? A i Baton Agjiu, Po? kishte qenë ke gjyqi Agës, ha? Edhe i thote Miloševiqi, ti Baton je joni, a kupton? Po deshe unë të flasi, thote i Miloševiqi, direkte në TikTok është ajo, po që e vërtet jo. Që një gjo, po deshe të flasë se kush jeti, a kupton? Je njeri u jonë. Me fjallë, po që se aji, pas ka trahtuar dhejën me fjallë, që e ka me Serbin, a kupton? Që e ka njeri që unë nuk e di kush e merë atë që dali si analist atje. Unë si për shemën, kom qenë lutën e Kosovës, kom qenë me një që e njef gjithë Shqipnia me fjallë një fotograf me gazetarët e CNN-et. Kena qenë të lonë, jo që njën se kur njësësh për lutë me fjallë, normal që nuk njësësh të pa ike për dasën. Po. Me kënu e me pje, me kërçë. Me ikish me lutur, me teatrin një fjallë. E mund të alesh kokën atje, si që la ushtar Kavaja me fjallë. Ndrit Jo Sara. turpi modë, ti që o turpi modë ta shesi zhvenin. E të mdalish mu si analist tash atje. është një, i them kryeministit, i them gjithë poplit me fjallën. Mase një gjoni atë në qofse e vërtet ajo. Qofse është e vërtet ajo, a i nuk duhet dali si analist, ka shkel me kom gjakun e shqiptarve, të shmarve, gjithë. A e kupton ti që masakre i ka po venit e, edhe në del aty të ke po rolin analistit. Nuk ka nevojë të Shqipnia, edhe Kosova pratë njeri. Ka Shqipnia e Kosova tjenë që të morin gjak vetëlle. Ka yje. Meshkuj e femna. Në rregull. Shumë faleminderit. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën, për kujtes, për gjithë ata që kanë raste për denoncuar, duan që t'i shkojnë dhe t'i bëjnë publike rastet e tyre, t'i denoncojnë, keni numrin e telefonit të TACFAK 068 990 50, për çdo shqetësim tuaj mund telefononi dhe të komunikoni me gazetarët e redaksisë të TACFAK dhe më pas për të proceduar me denoncimin e rastit dhe të bërit publik. Ne i themi mirëmëngjes një tjetër telefonate, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes zotëri. Mirëmëngjes ti. Po. Me që ky televizion po merr gjyra politike më shumë për to fushatën elektorale, unë përgëzoj dhe falenderoj shumë
e gjithë ata që nga Lulzim Basha, Ali Bey, që krijuan partitë e re dhe që të shpëtojnë nga ky krokodili Berisha që i mori frymën PD-s. Edhe të zgjohen antarët e Partisë Demokratike, të zgjohen demokratët. Akoma besoj dhe Sali Berisha se bol një presion atë ka ai mashën kryesore, presionin. Qartë. Ashtu. Mirë zotëri, për të sqaruar, ne nuk kemi asnjë lloj ngjyrimi politik. News 24 kujdeset që të ketë një balancë edhe në hapësirën mediatike që u jepet çdo kujt prej liderëve politik të subjekteve kryesore në vend, por edhe subjekteve në tërësi në hapësirën që marrin televizionin ton. Mirëmëngjes, telefonata përshëndetje. Zotëri ose zonjë, drejt për drejt. Yes. Mirëmëngjes zotëri. Profesionet pak. Po. Po si s'na njëri pensionet farë këne e bu, që në bojsh, në pensionizat një të të lëmët në i në gjithë, s'kemi lejtë të shtë. Po bonusin e morët? Bonus për që del bonus, si bonus në kemi lache për marë. Nuk e njëri që ato, rogët e vete i bojnë nga 7-8 milione, kurse në 150.000 lejtë. Kemi përnu 20 vjetë. Kuptoj. E kjo nuk është vetëm rast personal, këto janë 700 pensionistë. Gjithë pensionistë, që pëse kërën këtë banditë, këtë kriminalë, që pëse kërën këtë. Të kuptoj zotëri, faleminderit për shqetësimin që ngrite, nëse nuk e diçka tjetër për të shtuar. Presim në një tjetër qytetar në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes zotëri. Mirë. Mirë, faleminderit. Ore, ku do ndanë ato kompensime, ma? U qamë të bo kërkesa gjona, asë gjotë. Jo, po, sosh mirë atë u fondi, jo, po, këshu. U bo 6 muaj që kanë dalë emra të asë. Ju ka dalë emri? Po, emra kanë dalë për gazeta, ma, kushe këtë gazetet, Allah. I ka Allah thonë ato. Jo, listat i kanë zjerë vetë institucioni dhe publikohen në gazet. Pra është detyrimi që të bëhet shpallja. Kështu që nuk është se i nxjerr gazeta nga mendja, i nxjerr institucioni vetë se ka detyrimin për të bërë njoftimin dhe shpalljen për të lajmëruar përfituesit. Po mirë, kur të ndanë të ne... Sa keni 6 muaj pa i marrë, edhe pse ju ka dalë emri? 6 muaj, dhe, skandal. Jo, po s'ka fond thonë ato, që shkëm në përbangën e pysin. Së qëllë fondi, ku të gjonë, se shnatrojnë ato. Lajmi mirë është që ju ka dalë emri. E para. I mi lek metri është ta monë. Me 1.000 lek metri është kompensuar? Ore në qisim lekët tona që kena argju në përgjygje, në përgjone. Ne Tiranëse në kanë fut mo, zbava kisi në i kanë fut. Në kanë morë, shpirtin në kanë morë. Si ndaq në për pensionet, në për punën, në për gjonën. Në përsun nga punët, në morën zanotin e në morë, që punu më jetë në për zanote. Tu sa duhet u botë, ardhe këto në përsun. Në i morën dërmarit dhe jenë bo palatët të kënë sharaku. Bo palatës. Të kuptoj, zotëri. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, është gjithë një kënaqësi biseda me ju. Shpresoj shumë që mos ketë vonesa në lëvrimin e fundit për kompensimin për juve. Presim edhe një tjetër telefonat fundit para se të futemi në studio me avokatin Gylsen Zhlima. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Të lutem. Mirëmëngjesi. Të lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni sepse interferon. Po. Po, zotëri. Më thuaj. Flasë nga Vlora. Përshëndetje, Vlora. Jo. Urdhë. E kam lidhur me këtë fushatën. Nuk dëgjoj një njeri, thot 140 deputet në Shqipëri ku jemi 2.4 milion njerëz. 5 milion, 6 milion në Roma, ka një kryetar bashkie. Edhe ato levat e saj. Kurse këtu nuk diskutojnë që të shkurtojnë deputet, po ka 120 deputet me 2.4 milion njerëz. Ja, këtë kisha unë si shqetësim. Nuk asnjë nga
politikanë, asnjë vetë të çoj sa më shumë deputet janë të kënaqur. Pra, ju thoni që të ketë më pak. Më pak pse arsye të vend E qartë. ja, këtë kisha si shqetësim. Mirë, faleminderit zotëri, përshëndes, faleminderit që ndave opinionin tënd me ne. Kjo është telefonata e fundit në hapësirën e telefonatave. Pas pak do të jemi me avokatin Gylsen Zhlima për çdo pyetje që mund keni për të, mund na telefononi. Kthehemi pas pak.